Shi i rrëmbyeshëm me breshër dhe erë të fortë në orët e pasdites sot dhe nesër paralajmërojnë sinoptikët. Sipas tyre dhe nesër gjatë ditës do të ketë motë të ngrohët, ndërsa pasdite do të bien temperaturat. Ndërsa gjatë fundjavës do të ketë motë të qëndrueshëm me interval kohor prej 25 gradë deri më 34 gradë Celsius. Ka danes i utref po planevните časovi preko Sot dhe nesër gjatë ditës do të jetë moti me diell, ndërsa në orët e pasdites do të ketë motë të paqëndrueshëm me shi të rrëmbyeshëm dhe me erë të fortë. Do të ketë kushte edhe për breshër. Temperaturat e ditës së sotme janë në interval prej 22 deri në 37 gradë Celsius në rajonin e Shkupit, deri në 36 gradë Celsius, ndërsa nesër do të jenë më të ulta me interval prej 27 gradë deri në 35 gradë Celsius. Nga java e ardhshme, siç paralajmërojnë sinoptikët, do të ketë rritje të dukshme të temperaturave ditore. Tekot nasledната работна седмица. Gjatë javës së ardhshme do të kemi rritje edhe të temperaturave të mëngjesit dhe të temperaturave ditore, ndërsa nga mesi i javës së ardhshme do të ketë edhe më shumë rritje të temperaturave ditore. Ndërkaq vera këtë vit pritet të jetë dukshme më e ngrohtë dhe më e thatë se vitet e kaluara. Sipas sinoptikëve, ekziston një probabilitet shumë i lartë të kalimit të temperaturave të vlerave mesatare afatgjata. Të kalimit temperaturave mund të arrijë deri në +3 gradë Celsius në të gjithë territorin e vendit, ndërsa devijimi më i madh i temperaturës së ajrit për stinën e verës pritet të jetë në muajin korrik.